Ndërlidhjet politike mes Klliçit dhe Ballukut qëndrojnë në dritë. Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Klliçi, ka qenë prej kohësh në qendër të akuzave për lidhje të mundshme jo formale me zëvendës kryeministren dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Ndërkohë që zyrtarisht nuk ka asnjë deklarim për lidhje romantike apo familjare mes tyre, mediat kanë publikuar të dhëna që vënë në dukje një rrjet interesash të përbashkëta politike dhe ekonomike. Çfarë dihet deri tani? Janë bërë publike lajme sipas të cilave vëllai i Klliçit, Reshard Klliçi, ka punuar si këshilltar ligjor në kompaninë shtetërore Albgaz, që është në vartësinë e ministres së infrastrukturës dhe energjisë, të cilën e drejton Balluku. Artikuj editorial nga media pranë rrymës së opozitës e përshkruajnë Belind Klliçin si opozitarin ditën dhe burojin e Ballukut natën, duke sugjeruar se ai përfiton një lloj mbrojtje nga qeveria për shkak të këtij kontakti. Klliçi në mënyrë publike ka akuzuar Ballukun për abuzime me fondet publike, përfshirë shpenzime të larta për ndërtim rrugësh dhe koncesione. Kur është pyetur drejt për drejt për Ballukun në Komisionin e Ligjeve, Klliçi e përmendi emrin e saj me tone ironike. Ai u thot gjë emri Belinda Balluku, duke treguar faktin që marrëdhënia e tyre politike është subjekt i debatit publik. Ç'kuptim kanë këto përplasje? Një link indirekt profesional mes Klliçit dhe Ballukut përmes vllait të deputetes dhe kompanisë që lidhet me ministrinë e Ballukut, një lojë politike ku Klliçi, megjithse zyrtarisht në opozit përmend dhe kritikon Ballukun, por mospërfshirja e tij agresive për këtë figurë e bën të dyshim për disa. Çfarë mungon? Çfarë nuk është konfirmuar? Nuk ka asnjë informacion të besueshëm që të konfirmojë një lidhje romantike ose familjare direkte ndërmjet Klliçit dhe Ballukut. Asnjë deklaratë zyrtare nuk e quan vëllain e Klliçit si konsulent të Ballukut. Ai ka sqaruar që ka punuar në një sektor privat dhe nuk ka lidhje direkte me ministrinë. Asnjë hetim publik përmendur me emër nuk është përmendur që të përqendrohet vetëm në raportin mes dy personazheve politik. Rasti mes Belind Klliçit dhe Belinda Ballukut përfaqëson një shembull se si në politikën shqiptare përzihen marrëdhëniet profesionale, ekonomike, mediale me shumë sytë që janë tek lidhjet e mundshme jo të deklaruara. Megjithatë, nga të dhënat që disponohen publike nuk ka prova për të përkrahur hipotezën e një marrëdhënie personale romantike.